Mbrojtja e mjedisit është testi që Shqipëria ende duhet kalojë edhe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian. Vendi nuk arriti të merrte një notë kaluese bindëse. Një sondazh kombëtar i kryer me mbështetjen e Bashkimit Evropian nxjerr në pa një endek të qartë mes shqetësimit për mjedisin, njohurive dhe praktikave të përditshme në Shqipëri. Sipas sondazhit, vetëm 24% e qytetarëve thonë se janë të njohur me konceptin e biodiversitetit, por shqetësimi rritet ndjeshëm pasi koncepti shpjegohet. 68% shprehen të shqetësuar për dëmtimin e biodiversitetit në Shqipëri, po ashtu vetëm 33% kanë dëgjuar për ekonominë qarkulluese, çka tregon boshllëqe më të gjera në kuptimin e koncepteve mjedisore më të lidhura me politikat publike. Prej vitesh kapitulli 27 është kthyer në pengesë për Shqipërinë në rrugën e antarësimit në Union. Pavarësisht kritikave, institucionet në vend kanë bërë pak ndaj për t'i dhënë një tjetër ovë. Përpjekjeve në drejtim të parandalimit të ndotjes ka nisur të mendojë vetë Komisioni. Sipas analistëve, një rol më proaktiv do të nënkuptonte jo vetëm hartimin e politikave, por dhe monitorimin e zbatimit të tyre në praktik. Kjo lidhet me krijimin e platformave konkrete për investime, lehtësimin e procedurave burokratike dhe garantimin e transparencës për emigrantët që duan të kontribuojnë në Shqipëri. Ekspertë të mjedisit dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare argumentojnë se për të pasur sukses në mbrojtjen e mjedisit duhen rritur kapacitetet teknike dhe financiare për të parandaluar ndotjen. Sipas ekspertëve, e njohur si një nga pikat më të rëndësishme të biodiversitetit në Evropë, Shqipëria strehon një shumëllojshmëri të pasur ekosistemesh dhe speciesh endemike. Zonat e mbrojtura përfshir parqet kombëtare, pyjet, ligatinat dhe ekosistemet bregdetare, luajnë një rol thelbësor në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në rritjen e qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike. Në të njëjtën kohë, këto ekosisteme janë në presion nga ndotja, krimi mjedisor dhe zhvillimi i paqëndrueshëm. Gjatë dekadës së fundit Bashkimi Evropian ka investuar më shumë se 280 milion euro në sektorët e mjedisit, ujit dhe klimës në Shqipëri.